E rënd ishte duke bërë selfie në kështjellën piktoreske, 23 vjeçarja rrëzohet dhe humb jetën. Një sportiste talentuar nga Çekia ka rënë drejt vdekjes nga 80 metra poshtë rrëpirës së malit teksa vizitonte kështjellën piktoreske gjermane ku është xhiruar filmi Bukuroshja e fjetur. 23 vjeçaria çeke Natali Stikova ka ndruar jetë 6 ditë pas rrëzimit në malin Tegelberg në Bavari në aksidentin e rënd të 15 gushtit. Rënja tragjike ndodhi pranë kështjellës, teksa gjimnastja po përpiqej të bënte foto për rrjetet sociale. Në një intervistë me mediat çeke, një shoqja e Natali tregon se reja po qëndronte shumë pranë buzës së malit, kur besohet se rrëshqiti teksa bënte foto para kështjellës. Shoqja e saj që donte të qëndronte anonime tha: "Ajo ra nga rreth 80 metra, nuk e dim nëse rrëshqiti apo shkëmbi u thye. Në ndër të kujtimit të Natalka kemi krijuar një memorial në gjimnaz", ka thënë ajo. Nëna e të ndjerës i bënte asaj homazh me një postim në Instagram. "Ajo ishte mrekullueshme, ne donim aq shumë dhe do ta duam gjithmonë. Bërja e fotove të guximshme është kthyer në një rrezik publik shëndeti pas një seri vrasjesh në pika turistike ose panoramike." Vdekja e Natali vjen pak pas asaj të një adoleshente që ra për vdekje në një ujvar duke bërë foto për rrjetet sociale. 14 vjeçaria Moesa Nai po bënte foto me miq për të shpërndar me 150.000 ndjekësit në rrjetet sociale kur rrëshqiti në gurët e njom të ujvarës Siniwa në Myanmar në 22 korrik. E reja nuk ra nga lartësi e madhe, por u mor nga rryma e fortë dhe më pas mbeti e bllokuar mes dy shkëmbinjve ku kishte humbur jetën, shkrua në rrjeti Daily Mail.